Të nderuar besimtar, s'ka gjë më të bukur se sa të shohësh shpirtrat, zemrat, trupat e njerëzve të mirë, besimtar, të përulur, të dëgjueshëm, njerëz të cilët e kanë lidhur zemrën me Allahun lartësuar, që drejtohen drejt shtëpive të Zotit, drejt çdo pune të mirë, drejt përkujtimit të Allahut lartësuar, drejt leximit të Kuranit, drejt reflektimit dhe përmirësimit të vetes së tyre në net të bekuara, në ditë të përzgjedhura, dhe kjo përgjatë gjithë muajit begat të Ramazanit, por jo vetëm. Pak a shumë, kjo është veprimtaria e një besimtari dhe një besimtare. Përgjatë gjithë jetës që Allahu i lartësuar i ka vendosur në dispozicion dhe i ka bërë risk, që në momenti që gdhihet dhe në momenti që ngriset, por jo vetëm se edhe pastaj përsëri fillon dhe mendon dhe angazhohet dhe projekton, gjithë aktiviteti i besimtarit dhe i besimtares është në rrugë të Zotit lartësuar. Është për qëllime të larta, është për synime madhështore, fisnike, ka dert çështje të rëndësishme, e gjitha është e lidhur me Zotin lartësuar, e gjitha është e lidhur me Kur'anin famëlart, e gjitha është e lidhur me një model që është modeli më madhështor, është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në momenti që gabon, kthehet, reflekton, pendohet, përmirësohet, gjithmonë mendon dhe shikon të gjitha hapësirat dhe gjitha shanset që mund t'i japi jeta, apo mund t'i japi dita për të bërë mirë, për të kontribuar dhe kështu me radhë. Ky është besimtari. Është një njeri i cili nuk është perfekt, ka mangësitë, ka dobësitë, ka gabimet, ka të mentat, patjetër që ka, mirë po është një njeri i cili bën maksimumin e mundshëm të jetë në udhë të Zotit lartësuar. Në ditë të veçanta, në natë të veçanta, aktiviteti i këtij besimtari dhe i kësaj besimtareje është akoma më intensiv. Përkushtimi është akoma më madhështor. Kontributet ndoshta janë akoma më specifike, janë akoma më të veçanta. Dhe bëhet fjalë për ditë të caktuara dhe bëhet fjalë për net të caktuara. Vetëm sikur të kishim mundësinë dhe të shikonin prej së larti apo prej së largëti. Aktivitetin me të vërtet goxha impenjativ, por shumë fisnik të muslimanëve në këto net, në këto ditë, se si këmbët e tyre drejtohen drejt punëve të hajrit, zemrat e tyre përsëri të lidhura me hajrin, me të mirën. Vetëm të rish dhe të shofësh se si shkëputen prej shtëpive të tyre, prej angazhimeve të tyre, dhe vinë, marrin abdest, pastaj falin 2 rekate namaz, marrin Kur'anin famëlart, e hapin dhe shfletojnë, kërkojnë falje Zotit gjithësisë, se si japin sadaka, se si interesohen për çdo punë të hajrit dhe për çdo punë të mirë, thua, kjo është jeta. Kjo është jetë. Këtu e kupton kuptimin tamam të mesazhit që ka dhënë Allahu i lartësuar, kush devion nga kjo mënyrë jetese, me të vërtet do të përjetojë vështirësi, nuk ka për ta shijuar jetën. Mirë po problemi është se këtë gjë nuk e shijon dhe nuk e kupton vetë ai njeri i cili e jeton. Prandaj ne falenderojmë Allahun lartësuar që na ka bërë risk këtë udhëzim dhe na ka bërë risk këtë mirësi. Ne jemi drejt finishit të nderuar dhe pak ditë na mbeten nga përfundimi i muajit begat të Ramazanit. Dhe me thënë të drejtën, çdo vit në mënyrë të pashmangshme vjen ky moment. Vjen kjo xhuma që unë jam i detyruar të them dhe ju jeni të detyruar të dëgjoni, kjo është xhumaja e fundit e muajit begat të Ramazanit. Sepse automatikisht xhuma e ardhshme do të jetë fest, do të jetë bajrami. Duam apo nuk duam, do të vijmë në këtë moment. Unë do ta shijoj duke ligjëruar, ju do ta shijoni duke dëgjuar në mënyrë të pashmangshme. Këtu pastaj bëjmë ato kalkulimet tona dhe themi, iku një vit, shkoi një vit, shkoi një muaj pa u kuptuar. Kjo është jeta? Po kjo është jeta. Kjo është jeta, ditë të numëruara, çaste të shijuara. Mirë po që lëm shumë gjurmë, lihet shumë gjurmë, vendoset vula e gjithë secilit, regjistrohen punët e gjithë secilit, nuk humbet asgjë tek Allahu i lartësuar. Për gjumja juaj dhe lodhja dhe sakrificat dhe sadakat dhe iftaret dhe gjithçka që ka buruar prej besimtarit dhe besimtarës. Nuk humbet tek Allahu i lartësuar. Me këtë shpresë, me këtë optimizëm, me këtë mendim të mirë, duhet të vazhdojmë jetën, duhet ndërtojmë standardet, duhet ndërtojmë veten tonë për të përballuar të gjitha sfidat dhe sikletat derisa të dorëzojmë shpirtin Allahu të lartësuar. Ky është besimtari, dhe kjo është në fund fare, dhe kjo është jeta.
Këto net, ne përpiqemi të bëjmë maksimumin të gjallërojmë akoma më shumë. Pra të dedikojmë për adhurim, të dedikojmë për Kur'an, të dedikojmë për punë të hajri, për punë të mira, akoma më shumë çaste, akoma më shumë orë. Dhe ju e dini se pse. Dhe përgjigjja është shumë madhështore. Në kërkim të natës së bekuar, në kërkim të asaj nate që vlerën e saj nuk ka mbetur pa e kuptuar, nuk ka mbetur pa dëgjuar, qoftë ai i cili nuk është musliman. Çuditërisht i tërheq, i mbërthën kaq shumë kjo natë, vlera e kësaj nate, njerëzit sa që ne befasohemi në momentin që dëgjojmë që një numër i konsiderueshëm njerëzish e agjerojnë këtë ditë ose përpiqen dhe interesohen për të bërë punë të hajrit, punë të mira në këtë natë apo në këtë ditë, edhe ata të cilët nuk janë muslimanë. Edhe ata të cilët ndoshta nuk kanë këtë vetëdijësim, nuk kanë këtë informacion, nuk kanë këto njohuri të cilat i kemi ne. E dini pse? Sepse është nata më madhështore që ekziston. Dhe unë nuk dua do përpiqem të shmang së përsërituri gjithçka që është thënë këto net, këto ditë, edhe pse nuk do ta tepronim dhe nuk do të ishte shumë edhe nëse i përsërisim. Mirë, po çfarë duhet në mënyrë të përmbledhur të kemi parasysh gjatë kërkimit të kësaj nate, mirësisë së kësaj nate? Duhet të meditojmë thellë në kuptimin që ngërthen në vetvete fjala el-qadr, fjala qadr. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Unë kam zbritur Kur'anin, thotë Allahu lartësuar, në natën e Kadrit. Nata e Kadrit. Pse vallë quhet nata e Kadrit? Nëse dikush të pyet për shkak dhe thotë, pse quhet nata e Kadrit? Përgjigjja është në 3 kuptime. E para quhet nata e Kadrit, dhe tani po flasim në aspektin gjuhësor, por dhe në kuptimet që i ngërthen në vetvete. Nata e Kadrit, Kadr do thot vlerë, do thot prestigj, do thot pozitë të lartë, do thot diçka me pesh. Prandaj quhet nata e Kadrit sepse është natë e veçantë, është natë me vlerë, është natë me pozitë të lartë, është natë madhështore. Dhe dini se çfarë ja ka dhënë vlerën, pozitën, prestigjin, madhështinë kësaj nate? Pikërisht Kur'ani famëlart. Sepse Allahu lartësuar thot, unë zbrita Kur'anin në natën e Kadrit. Dhe shikoni orë të nderuar, çdo gjë që lidhet me Kur'anin famëlart merr vlerë, merr pesh, merr prestigj dhe bëhet madhështor apo madhështore. Çdo gjë. Shikoni se si Allahu lartësuar këtë Kur'an ja dorëzoi Xhibrilit përpara se të shkonte Muhamedit alayhis salam. Dhe automatikisht Xhibrili u shndërua në melekun më të përzgjedhur, më fisnik, më madhështor. Pse? Sepse ai mori gjën më madhështore prej Allahut dhe ia komunikoi, ia mësoi njeriut më madhështor që është në tokën e Zotit lartësuar dhe që ishte Muhamedi alayhis salam. Çdo gjë që lidhet me Kur'anin merr vlerë, merr pesh dhe automatikisht bëhet madhështor. Shikoni se si nata që përzgjedhi Allahu lartësuar për të zbritur Kur'anin nga Lawhul Mahfuz, vendi i ruajtur në lartësinë e qiellve, në Beitul Izza në qiellin e dunjas, kjo natë u bën nata më madhështore. Njerëzit të cilët e marrin këtë libër, e lexojnë, meditojnë, e ushtrojnë, e jetësojnë në jetën e tyre, do t'i gjesh njerëzit më të ndritur, më të spikatur, më madhështor, më të veçantë në tokën e Zotit lartësuar, sepse nuk ka diçka që të shndërrojë, të përmirësojë, të lartësojë më shumë se sa fjala e madhërisht. Më shumë se sa fjala e Allahut të lartësuar. Profeti i cili ju zbrit ky libër automatikisht u bë profeti më madhështor, më i veçantë në mesin e gjithë profetëve që Allahu lartësuar përzgjodhi dhe dërgoi. Vendi ku zbriti ky libër dhe kryesisht zbriti në Mekë dhe në Medinë u bën vendet më të zgjedhura, më të shenjta, më të veçanta në tokën e Allahut lartësuar. Prandaj fiksoje këtë gjë dhe merre si rregull në jetën tënde. Çdo gjë që lidhet me Kur'anin famëlart është i destinuar të marrë prestigj, vlerë, lartësim dhe madhështi. A bëftë Allahu lartësuar madhështor, të veçantë, me peshë të rëndësishëm nëpërmjet Kur'anit famëlart. Ky libër e shoqëron besimtarin ditën dhe natën. Në gjithë jetën e tij e shoqëron drita e këtij libri në varr dhe bëhet dhe dëshmitar përpara Allahut të lartësuar dhe ndërmjetësues për robën në ditën e gjykimit.
Prandaj ju e dini hadithin shumë përgëzues ku pejgamberi Alisa thotë, Kur'ani dhe agjërimi do ndërmjetësojnë për robin përpara Allahut të lartësuar në ditën e gjykimit. Imagjinoni pak, do të japë mundësinë Zoti i lartësuar Kur'anit dhe agjërimit të dëshmojë, të ndërmjetësojë, të ndërhyjë tek Zoti në ditën e gjykimit. Çfarë ke për të thënë? Do të thotë Kur'ani, o Zot, fale, mëshiroje, lartësoje, gradoje në gradat më të larta në xhenet. Do të thotë agjërimi, këtë gjë bëj o Zot. Fale, mëshiroje, gradoje, lartësoje në gradat më të larta në xhenet. Pse kjo gjë? Sepse thot agjërimi, unë e preokupoja gjatë ditës. Thot Kur'ani, unë e preokupoja gjatë natës. Është ajo gjë që ne bëjmë në këto ditë dhe në këto net. Agjërueshëm që të gjithë falënderimi takon Allahut të lartësuar. Presim me pa durim mbrëmjen, darkën, natën, që të kalojmë në çaste të caktuara dhe orë të caktuara duke madhëruar Allahun lartësuar, pasi kemi agjëruar nëpërmjet një forme tjetër fisnike dhe madhështore, duke lexuar apo duke dëgjuar dhe duke medituar në Kur'anin famullar. Çdo gjë që lidhet me Kur'anin famullar merr vlerë dhe është madhështore. Quhet Qadr, Lejletul Qadr, nata më me vlerë, më me peshë, më me prestigj dhe më madhështore. Gjithashtu quhet Qadr, që do thotë ngushtësi. Diçka që ngushtohet. Dhe ç'lidhje ka ky kuptim me natën e Kadrit? Sepse zbresin me lajket e Zotit në tokë në atë natë, sa që ngushtojnë të gjitha hapësirat. E ngushtojnë në një mënyrë të tillë gjithë hapësirën që ka krijuar Zoti i lartësuar. Imagjinoni pak, për të kuptuar këtë detaj, ne duhet që të kuptojmë dhe të imagjinojmë numrin, madhështinë e me lajkeve. Numrin e tyre, madhësinë e tyre, madhështinë e tyre nuk e di askush përveç Allahut të lartësuar. Me lajket vendin e tyre e kanë në qiejt e lartë. U ka caktuar Zoti pozicionin, u ka caktuar Allahu detyrën, u ka caktuar Allahu angazhimin që të gjithë janë kiram, janë fisnik. Nuk e kundërshtojnë Allahun për atë gjë që i kërkon. Wa yef'aluna ma yu'marun, dhe kryen me përpikmëri atë gjë që Zoti u ka ngarkuar, vendi i tyre është në lartësinë e qiejve, mirë po në natën e Kadrit zbret thot Allahu i lartësuar Xhibrili dhe me lajket dhe mbushin tokën dhe ngushtojnë madje hapësirën, gjë për të cilën ne nuk e kuptojmë fizikisht, mirë po shpirtërisht çdo shpirt i pastër, besimtari arrin ta kuptojë diçka të tillë. Prandaj thot Allahu i lartësuar, paqe është kjo natë, qetësi është kjo natë deri në agim. Paqe, qetësi është një ndjenjë, është një përjetim personal. Dhe nuk pritet që të jetë paqe dhe qetësi që të mos ketë luftra në tokë apo në botë, sepse do vazhdojnë mizorët, kriminalët të derdhin gjakun e njerëzve të pafajshëm, do vazhdojnë të hedhin edhe bomba për të cilat shkatrojnë ndoshta një qytet dhe vrasin gra dhe fëmijë të moshuar njerëz të pafajshëm. Kjo do vazhdojë, nuk është çudi që të ndodhi dhe në natën e Kadrit, mirë po bëhet fjalë për një qetësi. Edhe pse është e përgjithshme, po në mënyrë akoma më specifike, është personale. Pse është qetësi? Dhe pse është paqe? Sepse fal kaq shumë Allahu i lartësuar dhe mëshiron kaq shumë Allahu i lartësuar dhe çliron nga regjistrat e banorëve të zjarrit kaq shumë njerëz, saqë me të vërtet paqja dhe qetësia mbizoturon në ummetin, në bashkësinë e dërguar të Zotit të lartësuar, që lutim Allahun e madhruar të na përfshijë kjo paqe dhe kjo qetësi. Quhet Qadr sepse ngushtohen hapësirat me zbritjen e melekëve dhe me zbritja e melekut nuk është gjë tjetër veçse mirësim, bereqet, sinjal, shenjë prej Allahut të lartësuar. Dhe quhet Qadr sepse përcaktohen çështjet nga caktimi dhe nga përcaktimi. Sepse në natën e Kadrit, siç ka thënë dhe Allahu i lartësuar, në këtë natë caktohet çdo gjë me urtësinë hyjnore. Çfarë caktohet? Çdo gjë që do të ndodhi deri në vitin e ardhshëm, deri në natën e Kadrit të vitit të ardhshëm. Caktohet kush do të lindi dhe kush do ndrojë jetë, dhe kush do të ulet dhe kush do të ngrihet, kush do të lartësohet dhe kush do të poshtërohet, kush do të furnizohet dhe kush do të ngushtohet, kush do të jetë i lumtur dhe kush do të jetë i sprovuar, kush do të udhëzohet dhe kush do ta humbasi udhëzimin, Zot na ruaj, apo do të devijojë. Çdo gjë që ka të bëjë me aspektin njerëzor, çdo gjë që ka të bëjë me njeriu, caktohet caktimi vjetor prej Allahut të lartësuar,
pikërisht në natën e Kadrit. Dhe imagjinoni pak, e gjen dikë prej nesh në sejdë apo në ruku apo me duart ngritur duke i lutur Allahut të lartësuar apo duke i kërkuar falje, duke i kërkuar begatit madhështore të Zotit të gjithësisë, në këto momente që Allahu i lartësuar na shikon, na dëgjon dhe na gjen pikërisht në këtë gjendje, në këtë moment caktohen çështjet. Që lutim Allahu i lartësuar që të qelloj dhe të koncidoj pikërisht në një moment kur të na gjejë Zoti i gjithësisë, o me lot, o në sejdë, o në ruku, o me duar ngritur, duke i kërkuar Allahut të lartësuar mirësitë e tij. Lejletul Qadr, sepse aty caktohet gjithçka. Prandaj vetëm këto 3 kuptime të kemi parasysh. Këto 3 kuptime dhe e kemi marrë mesazhin e natës së Kadrit. Një natë me prestigj madhështore, e veçantë, speciale. Është një natë ku zbreten mira, zbresin me lajket dhe ngushtojnë hapësirat, dhe është natë ku caktojnë fatet e njerëzve, dhe rrisjet e njerëzve, dhe ardhmja e atyre, dhe se çfarë do ndodhi deri në vitin e ardhshëm. Ajo pyetja klasike, ajo pyetja madhështore, po që nuk e kemi atë përgjigjen koncize, është kur është nata e Kadrit. Atë kur është kjo natë e Kadrit? Përderisa mësuam kuptimin e saj dhe madhështinë e saj. Kur është nata e Kadrit? Lehtësisht do ta dinim po mos ndodhte një problem. Lehtësisht do ta dinim. Nata e Kadrit do ta dinim lehtësisht nëse nuk do të kishte ndodhur një problem. Futet profeti alayhis salam një ditë në xhami, i entuziazmuar, optimist, i gëzuar, i gatshëm për të dhënë një lajm të madh. Dhe çfarë lajmi? Se kur do të jetë nata e Kadrit, nata më e veçantë. Dhe gjeti aty në një cep xhamis apo diku në xhami 2 muslimanë që grindeshin, çonin zërat, përplasin akuzat, ndoshta përplasin argumentet dhe debatonin, dhe i dërguari Allahu të lartësuar u angazhua me këta të dy dhe harroi se kur ishte nata e Kadrit. Vallë, ishte natën e 21 të Ramazanit, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, vallë, kur ishte? Kur më tha Zoti, kur më lajmëroi Allahu i lartësuar? E harroi, sepse u angazhua me 2 njerëz të cilët kishin çështje të tjera. Debatet e tyre, debatet e shtëpisë, apo debatet e rrugës, apo debatet e punës, apo çështjet e karakterit, apo çështjet e egos, apo një çështje prej çështjeve i kishin marrë me veten në shtëpinë e Zotit. Dhe po i diskutonin dhe po i debatonin në shtëpinë e Allahut të lartësuar. Dhe thot, erdha për t'ju dhënë, për t'ju transmetuar lajmin e madh, mirë po, ma hoqi Zoti i lartësuar. Mirë po, shpresojmë që kjo gjë të jetë hajër. Shpresojmë që të jetë shënjë nga Zoti dhe të jetë hajër, të jetë e mirë. Vallë, ku është hajri këtu? Mos do të ishte më mirë dhe më lehtë ta dinim fiks data 27 për shembull, apo data 23 apo 21. Mos do të ishte më mirë, do të ishte më e lehtë, por jo më e mirë. Nëse do të ishte më e mirë, Allahu nuk do të na largonte si mirësi, se Allahu nuk e largon prej umetit, prej bashkësisë, prej të mirëve, nuk e largon mirësinë. Do të ishte më e lehtë, po do të ishte më e lehtë. Nuk do na nxënte vendi me njerëz se ku do të faleshin. Në kërkim, jo në kërkim, po për të shijuar apo për të përfituar mirësinë e kësaj nate. Do të ishte më e lehtë. Po vallë do të ishte më e mirë, ne do ta kufizonim mirësinë vetëm në një natë. Do t'i orientonim energjitë tona, do t'i shpenzonim vetëm në një natë. Do të kufizonim të mirën vetëm në një natë, pastaj në të tjera s'ka problem se t'i fal nata e Kadrit. Mirë po Allahu i lartësuar ka dashur që besimtarit të mos e kufizojë të mirën vetëm në një natë. Ose thënë ndryshe, ndoshta dhe Allahu e di më së miri, nuk arrijmë dot në jetën tonë të ndërtojmë standard duke u bërë të mirë vetëm një natë. Nuk mundet njeriu të ndërtoj standard dhe të përmirësoj veten e tij dhe të ushqejë të mirën dhe të furnizohet dhe të ndërtoj një stil jetese vetëm në një natë. Sado që të impenjohet, sado që të angazhohet. Mirë po duhen ndoshta net më shumë. Për këtë arsye kërkojeni në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit. Duhet më shumë angazhim. Kërkojeni në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit, sidomos në të teke. Pa lënë mënjan dhe pa neglizhuar të gjitha netët e Ramazanit. Mirë po nata Kadrit është në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit. E mesazhi që marrim ne, orë të nderuar, nga kjo gjë është
se aty ku janë sherrët, aty ku janë grindjet, aty ku është egoizmi, aty ku janë debatet, do të largohet nata e kadrit. Do të largohet bereqeti, do të largohet mirësia, do të prishen zemrat dhe do të triumfojë vetëm një gjë, egua, vetëm egua. Prandaj dhe ka thënë pejgamberi alisam dhe asnjëherë mos e harroni këtë hadith. Abghadu rijali inda Allah. Burrat dhe njerëzit më të urryer tek Zoti i gjithësisë janë aladul khasim. Është ai i cili është debatues, është gjithmonë e gjë në konflikt, gjithmonë e gjë në diskutim dhe në debat, el khasim, mirë po është dhe mjeshtër. Është mjeshtër se si të fut në debat, është mjeshtër se si ta trajton dhe debatin dhe diskutimin, është mjeshtër se si ka tendencën që gjithmonë të nxjerrë gabimtar dhe të nxjerrë ti problemin, është mjeshtër pasaj dhe se si të dali dhe problemi dhe gabimi të dali të mbetet diku tjetër. Këta janë njerëzit më të urryer tek Zoti i lartësuar. Dhe aty ku ka njerëz të tillë Allahu na ruaj, largohet bereqeti prej këtij ambienti, prej kësaj familje, prej kësaj bashkësie, apo ndoshta edhe më gjërë, Allahu na ruaj. Prandaj ky është dhe mesazhi që ka dashur Allahu i lartësuar të transmetoj nëpërmjet largimit dhe ngritjes së mirësisë, apo më saktë të dijes fikse kur është nata e kadrit, ka dashur të japi këtë mesazh, por njëkohësisht ka dashur që ta shpërndajë dhe të përhapi të mirën në më shumë se një natë. Çfarë bëjmë ne në këto net? A pikërisht atë gjë Zoti ju nderoj dhe ju shpërbleft, atë gjë që ju keni bërë. Dhe atë gjë që po bëni. Sa më shumë namaz, sa më shumë lexojmë Kur'anin, ka mundësi ta përfundojmë Kur'anin qoftë dhe në një ditë vetme. Nëse pyesin veten tonë tani, sa të kanë mbetur nga Kurani, sa faqe Kur'an ka lexuar? Ka në mësin tonë që e kanë mbaruar një herë, ndoshta janë tek e dyta, ndoshta ka prej tyre që ndoshta janë tek e treta. Allahu nderoft. Ka dhe janë të shumtë. Mund të ketë prej nesh të cilët e kanë filluar, por angazhimet, është më se normale, lodhja, preokupimet, hallet, sprovat, po, janë në proces. Mund të ketë mes nesh që se kanë filluar fare leximin e Kuranit. Po ju them një formulë, e cila lutim Zotin lartësuar të na bëjë risk dhe ta praktikojmë. Njëherë në kaq që i thon, duhet të kemi një praktik. Duhet të lexojmë Kur'anin famuljar në mënyrë intensive, nëse mundesh brenda ditës, 600 faqe. Nëse nuk mundesh brenda 2 ditëve. Nëse nuk mundesh brenda 3 ditëve. Kjo nuk mund të ndodhi në çdo moment. Mirë po të jep një efekt, të bën që të bësh një raport, me Zotin e gjithësisë. Të jep, të kuptosh në vetveten tënde se ti mundesh të shkarkohesh, të heqësh dorë, të shkëputesh dhe nga ato ritualet dhe nga ato veprimet pa të cilat ne themi nuk mundemi dot. Mundesh, po mundesh. Mund të marrë 10 orë, mund të marrë 12 orë, angazhohemi në këtë ditë, apo në 2 ditë, apo në 3 ditë, vetëm me gjërat e domosdoshme, i japim vetes tonë rahatin e nevojshme dhe pastaj angazhohemi vetëm me librin e Allahut të lartësuar. Është një kurr që ata që e kanë provuar kanë thënë pasha Zotin e gjithësisë kanë qenë nga çastet më të shijshme dhe nga më të mira që kam përjetuar. Dhe kalon njeriu në një standard mundem, e lidh me Zotin e mbërthen me librin e Allahut të lartësuar. Prandaj e lutim Allahun lartësuar që Bajrami të mos na gjejë pa kaluar një herë së lexuari që të gjithë librin e Zotit, Kur'anin famuljar. Gjithashtu të nderuar, ju e dini shumë mirë që ne në adhurimet tona zakonisht alternojmë, kombinojmë mes namazit, mes agjërimit dhe mes sadakas. O të vëshre, këto janë 3 shtyllat kryesore të adhurimeve tek besimtari. Namazi, ajo lidhja me Zotin e gjithësisë, agjërimi, leximi i Kur'anit, mirë po është dhe sadakaja. Dhe çfarë është sadakaja? Është kontributi. Është marri dikush që ka dhe të japi atij që nuk ka, por dhe ai që nuk ka jep sipas masës dhe mundësisë që i ka dhënë Zoti i lartësuar. Prandaj ne këtë muaj të begatë dhe të bekuar e mbyllim me sadakatul fitr. Me sadakatul fitr, me fitret që quhet. Duke qenë se s'kemi xhuma tjetër brenda muajit begat Ramazanit, thjesht ju kujtoj, ju e dini, por thjesht ju kujtoj
që një ditë përpara ose maksimumi 2 ditë përpara muajit Begat Bajramit, pra në fund të muajit Begat Ramazanit dhe 2 ditë përpara Bajramit, fillojmë dhe mendojmë për fitret. Për çdo pjesëtar, kur je familjarit, për çdo pjesëtar në familjen e tij, jep afërsisht 3 kg ushqim, i merr nxjerr dhe i çon në një familje që e konsideron nevojtare, dhe këto janë fitret, dhe thot pejgamberi alayhissalam kanë 2 mesazhe për ndonjë neglizhencë, për ndonjë shkujdesje, për ndonjë gabim, për ndonjë mëkat që mund të jetë bërë gjatë muajit Begat Ramazanit, inshallah i plotson. Inshallah i fal dhe i plotson. Kjo është e para, dhe e dyta ajo gjë që e themi shpesh, festa, gëzimi, hareja nuk konceptohet tek besimtari nëse nuk merr një dimension gjithëpërfshirës, nëse nuk gëzojnë, nëse nuk lumturohen që të gjithë. Prandaj, në mënyrë simbolike e bën këtë gjë, i shpërndan këto sadakatul fitri. Elusim Allahu lartësuar që Allahu i madhruar të pranojë duat tona në të muajit Begat, të na falë, të na mëshirojë, të na pastrojë, të na lartësojë, të na mundsojë të na bëjë risqin e të arrijmë mirësinë e natës së Kadrit, dhe kërkojmë Allahu të lartësuar që në mes nesh, këto ditë dhe në këto net të mos ketë privuar. Askush të mos jetë privuar nga mirësitë, nga begatit e Allahu të lartësuar në këto ditë dhe në këto net. Zoti ju nderoft, Allahu ju mbuloft me mirësitë e tij, Allahu pranoft adhurimet tona. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullaha al-azim li wa lakum.